Do diskutojmë tani edhe për sektorin e turizmit në mënyrë të veçantë në lidhje me faktin që Shqipëria është një destinacion shumë i favorshëm sepse mali dhe deti janë ngjitur dhe një turist brenda disa ditësh mund pushojë tek dyja destinacionet. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zotin Kujtim Dervishi, kryetari i shoqatës së bujtinave dhe restoranteve shqiptare. Zoti Dervishi, mirë se erdhët. Është favor i joni që kemi detin dhe malin afër për të rrequr turistët që mund t'i preferojnë të dyja. Nëse në një vend ata do të zgjidhnin detin apo malin, tek ne për një javë mund bëjnë 3 ditë në det, për shembull, 3 ditë apo 4 ditë në mal. Sigurisht që Shqipëria ka një larmi atraksionesh turistike, duke filluar me detin, përfundon me malin dhe mjaft atraksione turistike të tjera. Kjo që thoni juve është mëse e vërtet, edhe mali, edhe turizmi malor ka marrë një përparësi vitet e fundit, po të veshre, zhvillimi i bujtinave, paketa maleve, e cila po implementohet në për zonat ndryshme të vendit tonë, ku përfshihet dhe Tirana së fundmi, dhe me thënë drejtën dhe më duket, do të thonë që jemi në rrugën e duhur për sa i përket turizmit. Tirana, zoti Dervishi, ka zbardhur atë hartën e vet ose pikat që mund të jenë më favorizuese, mund të jenë më prioritare gjithmonë për paketën e maleve? Po, sigurisht, pak ditë më parë patëm një takim edhe me kryeministin e Shqipërisë, edhe me grupet e interesit, edhe me mjaft biznesmen këtu në zonën e Tiranës Petrel, ku u vu theksi pikërisht që Tirana ka hyrë, do të thënë, në paketën e maleve, në hartën e paketës maleve, edhe po në dijenin time po implementohet edhe nga gjithë njësitë administrative. Ka interes nga investitorët? E kam thënë edhe herë tjera që Tirana ka goxha atraksione, po edhe paketa maleve, po të veshre, do të thënë Dajtin, Shingjeqin, Petrelën, Luginën e Ndroqit, janë zona, do të thënë, të pazhvilluara për sa i përket, po të shkosh në zonën e Kalan e Ndroqit, shikosh deri në Durrës, aty ka hapësira pafund, do të thënë, për të shfrytzuar. Tirana është potencial, padyshim. Absolutisht. E gjithë kurora me male, me kodra, është potencial dhe padyshim që qytetarët duhet përfitojnë nga kjo paketë. Edhe është një risi dhe unaza madhe e Tiranës, u ka kriju hapësirë, u ka krijuar mundësira të gjithë rrethinave të Tiranës që të keni lidhje nëpërmjet unazës madhe. Do jetë shumë shpejt, do jetë edhe bypassi nga Kashari që absolutisht, ajo që do dalin lekën Kavajës, ajo do jetë vërtet një risi për sa i përket jo më turizmit, po gjithë korridoritetit që do përshkojë Shqipërinë turistike. Zoti Dervishi, në lidhje me afrimitetin e detit dhe të malit, është Shqipëria e preferuar edhe për gjatë stinës verës? Ne shpesh flasim për pushime gjatë kësaj periudhe në det, po mali është i preferuar sepse mund të ketë shumë njerëz që preferojnë freskun edhe jo temperatura 38 apo 40. Shiko, në ndjenjen time, tani që flasim neve, po të veshre, ka një fluks të madh turistët për sa i përket malit. Ne para pak ditës ishim në një aktivitet edhe hapjes së zonës turistike dhe disa aktivitete tjera artistike në Tropoj. Them drejt na bënë shumë përshtypje ajo zonë atje, që ishte mjaft e vizituar edhe më them që 90% kjo ishin gjithë turistë huaj që vizitonin Valbonën. Kur them Valbonën, flas për gjithë veriun e Shqipërisë. Gjithë veriun e Shqipërisë. Po edhe në Tiranë po të veshre, në zonat do të thënë jashtë qytetit, zona rurale, sigurisht që ka goxha vizitor, kuptohet, fillimi është fundjava. Është një moment tani që sapo i ka thithur sepse është hapur plazhi veror. Njerëzit kanë dëshirën, kanë një vit pa plazh. Absolutisht, edhe është kurioziteti si fillim, po gjithsesi po të veshre ka një rritje edhe për sa i përket turizmit malor. Edhe temperaturat kanë qenë ideale, kanë qenë më të larta se normalja, ishin ideale për të shkuar në plazh. Absolutisht shumë favorizuese kanë qenë. Shumë interesante, zoti Dervishi, vizituar Valbonën, sidomos për turistë huaj, por edhe për shqiptarët, pse jo, është mënyra se si aksesohet ajo lugim, pra duhet përshkosh të gjithë liçenin e Komanit, ose duhet pastaj t'i bjesh nga Kosova, Gjakova dhe të shkosh në Valbonë. Edhe gjithë ai udhëtim mund të jetë një atraksion më vete, turistik. Unë kësaj radhe që isha me ftesë nga bashkia e Tropojës, isha bashkë me prefektin e Tiranës, sepse kishte një sër aktivitetesh, neve kaluam nga Kuksi, nga Hasi, edhe ishte vërtet shumë interesante. Po të veshre, atje është një zonë aq e pasur, aq e zhvilluar, edhe unë u bëj thirrje gjithë atyre hasianëve që janë, do të thënë, larguar nga Shqipëria për arsye të ndryshme ekonomike, t'i kthehen atij vendi
sepse nuk ka si ajo zonë turistike po të veshre, ka ujë, ka liqene, ka vendet të mrekullueshme të cilët do ta bëjnë Shqipërinë një Zvicër të dytë. Natyra në këto zonat pa eksploruara është me të vërtet magjike. Po infrastruktura, si duhet jetë në këto zona? Sepse ne shpesher diskutojmë që nëse ka një infrastrukturë moderne, shumë destinacione mund ta humbasin atë originalitetin që mund të kenë. Shikoj, infrastruktura që sa po përmendën e përshkuar dhe në Valbon është me standardeve të larta, është në rregull, sigurisht ka mangësi, kuptohet ajo punë, po të them për këto momente që flasim neve, infrastruktura është pa asnjë lloj problemi, domethënë. Rruga janë të asfaltuara, është gjithçka okay rrugës, edhe po shikoj zhvillim, shikoj bujtinave të hapura. Unë kisha pak vite që nuk e kisha vizituar Valbonën, kishte një ndryshim rrënjësor, sigurisht edhe duke u ruajtur natyra, duke u ruajtur, domethënë Patjetër. Sigurisht që mos ketë ndërtime jashtë kritereve, kuptohet edhe atje si gjithë Shqipërinë mund të jenë bërë domethënë në shkelje, por Valbona është një mrekulli për sa i përket turizmit malor. Përveç Valbonës, Thethit, Blepushës që mund të jenë destinacione të konfirmuara tashmë, pjesa veriore e Shqipërisë, malet, kanë potencial të mëtejshëm për të zhvilluar, pra është e gjithë zona e bukur ku qytetarët mund të investojnë, si ata që janë këtu, si emigrantët që mund të vinë. Shiko, zona veriu dhe thash, unë përmenda Valbonën, po sigurisht Thethi, gjithë veriu i Shqipërisë, deri në Vermosh, është një zonë turistike mjaft e kërkuar. Infrastrukturën e ka. Liqeni e Shkodrës, domethënë nga sapo shkputës nga liqeni i Shkodrës dhe merr gjithë rrugën e veriu. Domethënë vetëm pamjet fantastike, vetëm malet, vetëm pyjet atje të tërheqin domethënë. Uji i aty në zonave. Deti, liqeni, lumi, mali. Absolutisht i ka gjitha atraksionet që kërkon një turist. Edhe me thënë drejtën thash, këto zona kanë bërë të mundur që edhe produktet e prodhimet e tyre që të tërheqin turistët e huaj që Shqipëria të njihet kaq shumë në arenën ndërkombëtare për sa i përket turizmit malor. Po ku duhet përmirësohemi më shumë? Neve do të përmirësohemi më shumë ke shërbimi, kemi thënë dhe herë tjera. Cilësia e shërbimit. Absolutisht, cilësia e shërbimit, sepse për produktet tona kemi thënë dhe herë tjera, kupton apo janë mjaft cilësore për sa i përket shijes tyre. Kemi çmime favorizuese për turistët e huaj, të cilët sigurisht i vlerësojnë këto. Po, pavarësisht rritjes, për ata sërish janë të kënaqur. Absolutisht, por prapë ne ngelemi domethënë edhe çmime të ulta, për gjithë turistët evropian, qoftë ato që vinë nga gjithë bota, Shqipëria është një atraksion turistik, por e kam thënë dhe herë tjera dhe po e them, me ngjarjet e fundit, unë doja të theksoja edhe e kam thënë që t'i ruhemi xhelozisë të fqinjve tanë për sa i përket turizmit. E vetmja gjë domethënë që na ka shqetësuar. Po bëjmë xheloz për faktin që ne po zhvillojmë? Absolutisht, Shqipëria ka marrë për masa goxha, fal juve si media, fal mediave ndërkombëtare që promovojnë Shqipërinë turistike, po të vënë re, mediat më prestigjioze në botë promovojnë Shqipërinë turistike. Edhe neve mezi e presim të sezon turistik për të treguar që është vërtet ky është një vend i shqiponja, apo është një vend domethënë turizmi, është një vend i mikpritjes, si nuk e gjen as i vend tjetër të botës, kupton? Por sigurisht tash xhelozi ka, edhe brenda nesh, po ka edhe jashtë shkufive tonë. Konkurenca është po duhet jetë ndershme. Sigurisht. Ndërkohë, zoti Dervishi, përveç cilësisë, akomodimi si është, kemi kapacitet për t'ju përgjigjur atij fluksi turistësh, vjeti ishte diku te 12.4 milion, këtë vit mund të jetë akoma më lart. Jo të gjithë janë turistë ata, por ajo është shifra zyrtare. Shqipëria po rritet ditë atë ditës, edhe po të vënë re juve, goxha ka marrë zhvillim Bregdeti për sa i përket hoteleve me 4-5 yje, të cilët tashmë po zhvillohen në Shqipëri, kanë kapacitete goxha, domethënë për balluar fluksin turistik. Edhe bujtina, si thatë dhe juve, kanë marrë një përparësi të madhe në zhvillimin e tyre. Unë mendoj domethënë që neve për 3-4 vjet ne do të jemi lider për sa i përket zonës ose rajonit në turizëm. Në lidhje me bujtinat, apo në një farë mënyrë edhe ato agroturizme që mund të jenë të vogla, familjare, mos nuk duhet fokusohemi shumë tek cilësia, zoti Dervishi, pra në mënyrë që edhe shërbimi të jetë autentik sipas zonës, mos të jetë një shërbim luks në një bujtinë, për shembull. Shiko, bujtina fillimisht janë nisur, kështu si thoni ju, janë nisur familjare. Edhe ka shumë prej tyre, mos themi pjesa më e madhe është familjare që shërben me familjarët e tyre, qoftë produkte që prodhojnë domethënë nga ato, sepse po të shkosh në një bujtinë veri të Shqipërisë, qoftë në jug, gjithë turistët kërkojnë diçka autentike shqiptare, një produkt shqiptar.
sepse duhet shikojnë veshin shqiptare, qoftë ato të shërbimit, jenë me veshje tradicionale shqiptare. Neve gjithmonë edhe kur bëjmë panajirët tona si shoqat, neve kur ftojmë nga gjithë zonat, i ftojmë që të vinë me përveç produkte, të vinë edhe me veshin kombëtare shqiptare për të treguar, domethënë që kjo është Shqipëria turistike. Po funksionon ai shembulli që të gjithë e dëshirojnë, bashkëpunimi mes bujtinave të vogla me fermerët, me prodhuesit e zonës, përveç shembujve të suksesshëm që ne i kemi diskutuar. Ata që janë më të vegjël, po blenë lokalisht? Po e filloj nga biznesi, edhe unë biznesin tim pikërisht, do të thonë këtë lloj marrëveshje bashkëpunimi kam me pra ble për rreth. Me blegtorët e zonës, me kantinat e verave ku marrin produkte, se sigurisht një bujtin nuk mund t'i ketë gjitha, edhe produktet e pijet, edhe lëngjet, edhe produktet e bylmetit, to sigurisht do kooperoj me njëri tjetrin. Edhe kjo ka marrë rrugë. Kemi modele suksesi, ju e dini, në Lezhë aty është bërë, janë nga të parët Altini, aty i cili nuk po ja përmend se e ka zhvilluar gjithë zonën. E ka zhvilluar zonë, edhe ai model i atij duhet ndjekur, do të thonë që bujtinat të bashkëpunojnë me fermerët. Unë mendoj nuk i paragjykoj ato, si të thosh, fshatar, mund të quajmë, që shesin produktet e tyre dhe i sjellin në qytet, s'ka absolutisht asgjë të keqe, por ka ardhur momenti që të jenë të kontrolluara tani, qoftë baxhat do jenë certifikuara, sepse po të vesh kapitulli i fundit pikërisht kërkon sigurinë ushqimore. Siguria ushqimore është kjo. Do të thonë që këto produkte do të jenë certifikuara, do të kalojnë nëpërmjet një filtr, të cilët të jenë të besueshëm për sa i përket tregut, të cilat do t'i konsumojnë të produkte. Është një ndër kushtet më kryesore dhe më të rëndësishme, por edhe më të vështira që duhet të plotësohen. Nuk duhet të certifikohen vetëm produktet që mund të eksportohen. Edhe ato që konsumohen në vend duhet të jenë të certifikuara. Po gjithsesi, në kuadër të integrimit, zoti Dervishi, kam përshtypjen që aty po shkohet. Po drejt asaj do shkojmë, është një domosdoshmëri, do të thonë. Pavarësisht të turistët e huaj kanë qejf të prekin produktet tona që kemi neve në përbaçet e këtyre. Aty është shumë interesante bila ajo. Ato turistë në këto bujtinat janë familjare, misohen aq shumë, do të thonë, me ato pronarët e këtyre bujtinave, saqë bëhen mikëshpije me njëri tjetrin. Për sa i përket. Mikpritja në këto raste është numri 1 në Shqipëri. Mikpritja shqiptarëve është absolutisht. Nuk ndodh në asnjë vend tjetër, do të thonë. Nuk ka indiferencë siç ka nëpër turizmet e botës, për arsye se gjithë secili shkon paguar në recepcion dhe nuk takohet, nuk bëhet. Nësa këtu që neve takohet me familjarët, me pronarët, me këto, kanë qejf të shikojnë bagtitë e tyre, kanë qejf të shikojnë produktet e tyre. Kjo është shumë interesante. Zoti Dervishi, rrezikojmë të kemi shumë restorante, shumë bujtina, shumë agroturizme, edhe në paketën e maleve? Apo numri është aq i lartë sa që të gjithë do të kemë punë? Shiko, kjo e kam thënë dhe herë tjetër edhe në studion tuaj këtu, ka diçka që ndoshta nuk mundet ose mund të ketë një farë problemi për arsye se këto bujtina që ndërtohen tani mbas këtij vendimit të qeverisë ka mjaft favore për ndërtuesin e këtyre, domethënë duke përjashtuar prodhimit vetë nga takset e tjera, domethënë kjo cënon në një farë mënyrë ato bujtinat ekzistuese të cilat nuk i përfitojnë këto. Por është e mira që qeveria të gjejë një farë mekanizmi, domethënë që këto që edhe këta të tjerët mos të bashkohen, si të mos jenë të këto janë privilegjuar, ato tjera të jenë të përsekutuar përsa i përket sistemit kryesisht sistemit fiskal. Për Tiranën, zoti Dervishi, si këshilltar i prefektit, janë zhvilluar aktivitete jo vetëm në sektorin e turizmit, por edhe të tjera që mund të jenë në shërbim të sektorit turizmit, sepse gjatë stinës së verës ne dim një ndër kërcënimet kryesore për vendin ton, për turistët, për banorët janë zjarret. Po, pikërisht kjo që thonë juve ndodhi dje, prefekti i Tiranës, zoti Shkëlqim Hajdari, organizoi një takim me gjithë njësitë administrative të Tiranës, ku morën pjesë drejtoria zjarrfikseve, drejtori i përgjithshëm i mbrojtjes civile, drejtoresha e përgjithshme e policisë bashkiake, nga policia e shtetit, organizuan në malin e Dajtit një takim ku u bën edhe disa u shpjeguan disa modele nga zjarrfiksi se si mund të fiken zjarret, se si mund të ndodhen këto domethënë për të paraprirë kësaj situate emergjencë, pse kuptohet gjatë stinës verës do të paraprim me këto, edhe aty u demonstruan sepse kishin ardhur dhe vullnetarë të cilët do të mësonin se si përdoren këto mjete fikseve. Edhe vullnetarët janë shumë të rëndësishëm sepse mund të jenë aty pranë zjarrit. Reagimi i shpejtë i tyre mund të shpojë. Absolutisht, dhe ajo është e domosdoshme, domethënë edhe këto që kishin ardhur nga gjithë komunat, them ose nga gjithë njësitë administrative
administrative. Kishin ardhur me punonjësit e tyre të cilët u praktikuan dje nga administrata e zjarfikseve, edhe ishte vërtet një takim shumë interesant dhe i domosdoshëm, dhe mendoj që, siç e tha dhe prefekti, kjo do të shtrihet në gjithë Shqipërinë, përsa i përket asaj që ti parandalojnë zjarret këtu në Shqipëri. Parandalimi gjithmonë është më i rëndësishëm se sa reagimi kur ngjarja ndodh. Edhe për të ruajtur jetën e njerëzve, edhe për të ruajtur këtë pasuri kombëtare që ka Shqipëria. Zoti Dervishi, edhe ta mbyllim me çështjen e punësimit. Bizneset që ju përfaqësoni, restorantet, por sidomos edhe bujtinat që janë, kam përshtypjen në shumicën e rasteve më të vogla, si e kanë zgjidhur çështjen e mungesës fuqisë punëtore? Kjo është e vërtet, ka mangësi punojësish, po të vesh re edhe në Bregdet, po edhe në bujtina. Tani ka hyrë modelit, ne marrim punojës nga Filipinët, janë edhe kualifikuar, janë edhe edukuar, kupton apo, dhe kjo sigurisht po funksionon. Tash ne nuk i shmangemi. Jeni të kënaqur. Sa jemi mjaft të kënaqur për sa i përket kësaj, dhe gjithë subjektet turistike që neve komunikojmë, mendoj që janë të kënaqur nga këto ardhje, të cilat ofrojnë shërbim, ofrojnë cilësi, ofrojnë edukat pune. Unë u bëj thirrje edhe punojësve tanë, po edhe këtyre nxënësve që dalin nga shkollat tona, që ta shfrytëzojnë periudhën stinën e verës për t'u vënë shërbim këtyre sektorëve të turizmit që janë, dhe thënë, generatorë të ekonomisë tregut për sa i përket të ardhurave që ofron në edhe studentët e Zotit Dervishit, nxënësit në sakt, që janë në shkollat profesionale, mund të jenë një potencial i mirë për sezonin kryesisht, sepse janë pushim, nuk kanë angazhime në shkollë, punojnë, sigurojnë disa të ardhura dhe në shtator apo tetor i rikthehen sërish shkollës. Edhe ata mund të shihen një potencial. Shiko, unë duke qenë dhe kryetari i bordit i shkollës profesionale të Kamzës, e cila është një ndër shkollat më të mëdha në Shqipëri, që ka 1600 nxënës, edhe 400 prej tyre i ka sektori turizmit, neve implementojmë vendimin e qeverisë për paketën dual për këto nxënës, të cilët janë në shkollë që mund të punësohen dhe gjatë gjithë vitit, jo më në sezonin e verës, gjatë gjithë vitit, ato mund të punësohen dhe për subjektet tona, me një farë pagë, kuptohet aty, edhe kjo i stimulon ato edhe për punuar, por edhe për të rritur profesionin, por edhe për të ndihmuar bizneset. Vetëm përfitime ka në gjithë. Absolutisht ka përfitime dy anët, por edhe motivon kur ai merr një farë pagese. Aty vjen vërtet si ndihmës, atë që ka mësuar në shkollë e ushtron në praktikë nëpërmjet bizneseve tona, dhe ka filluar, domethënë, këto 2-3 vitet e fundit neve jemi të kënaqur, domethënë i kemi integruar nëpër rrjetin e restoranteve tona dhe bujtinave tona, edhe mendoj që kjo do funksionojë. Që është diçka shumë e mirë. Dhe është potencial njëkohësisht që kur ai të përfundojë studimet, është gati për tregun e punës. Absolutisht. Sepse ka bërë edhe praktikën paralelisht. Turizmi tani duhet të jetë prioritet për të gjithë këtu ke neve, jo më vetëm për shkollat, por unë kam thënë herë tjera, ndoshta edhe moshat që kanë dalë në pension, të cilët pavarësisht që kanë dalë në pension, mund të shërbejnë turizmit gjatë sezonit turistik ti. Po të shkosh në Greqi, e njëjta gjë ndodh dhe atje, pensionistë angazhohen gjatë sezonit pushimit, ose arsimtarë këto që kanë kohë gjatë pushime. Ata që kanë pushime gjatë periudhës verës. Sigurisht është domosdoshme për të integruar. Ka kosto, Zoti Dervishit, të sjellësh një punonjës nga Filipinet, përveç pagës, sepse paga ndryshon në varësi të pozicionit që ai ka. Por kostoja, për të sjellë nga aty këtu, dhe përgjithësia. Është një farë kostoje, por është e përballueshme, nuk është aq ashtu. Unë për veten time unë kam marrë një Filipinat, po pres të vi dhe një tjetër, domethënë, në këto kushte, nga që jam i kënaqur, domethënë, nga eksperjenca të parit, po marr një punonjës tjetër, sepse jo për të paragjykuar punonjësit tanë ose punonjëset tona, të cilët si tu e shofin një qikë, ose është hapur shumë oreksi me pagat dhe me këto që unë mendoj që janë mjaft të kënaqshme, po të veshre pagat tona, të sektorit turizmi, sidomos në sezonin turistik. Kupton? Mirë, po ato që vinë andaj, tash vinë me një eksperiencë, vinë dhe me një kulturë të cilën vlen për ta përmendur. Dhe jemi mjaft të kënaqur, unë kam folur dhe me bizneset tjera të cilët operojnë me këto punojës, janë mjaft të kënaqur nga shërbimi i tyre. Zoti Dervishi, ju falenderoj që ishit në studio.